Do në momenti që jam vitë nga të meja, më kanë shti kalashin qovë, më thonë mos lirët, jenë dalë shpejt prekjerë, më kanë lidhë. Edhe për ato i më kanë marrë, më kanë qëmë sëpë, 3 ditë dhe më kanë majtë sëpë, edhe unë atë ditë dhe më që të 3 ditë s'kom pranu kërgjë, po ata saksisht e dishin, dhe më periudën, ka i kanë marrë të informacion, nuk e di. Ato më ledhen për lisi, dhe më dëshin më përshkatu. Mas më kanë lidhë për lisi, ka orë urë në pej supi, dhe më mëse vrarë në bine. Unë ka marrë pyetja i kandisi, unë kandisi komanderi stacionit policor në Trepçi. Do unë kërë hiaj, se komën e gjatë më patin paralizu, do unë pej maltretim, do unë një mujtë ditë s'ko mujtë me lirit komën e gjatë. Kërë mërë, do unë të mëra me nërë 2 metra në konë në uniform të larme. E që ata më kanë maltretu, do unë më kanë rejë fizikishtu, edhe që atëherë do unë më kanë edhe komën e kom pasë për një mujtë ditë s'ko mujtë me lirit. Po mëra me brëllë në ku këtu, edhe do më këtë qëtë koma krejtë. Shë që me komandon të shemin edhe 3 vetë tjerë, kemi ullëtu do më për Mitrovic me shkun vizit familje. Ajo periud do më në konë se shpia ku e kom pas atje do më vëtë që kallë, edhe i kom pas familje në të krejtë, po më të resi kemi ditë tash saksisht për familje që kanë ndodhë ku janë. Pra fështë që shku ma murë menja që kanë mujtë me shku, kom ullëtu do më në drejtim Zhabarit. Është një fshatë ato në komunën e Mitrovicës, e kom një halë ato, e ma murë menja që kanë shku ato. Më pej Bajgore kemi altu kom, deri Mitrovicë, njëmjet Mitrovicës kena bujtë në Shupkovës një natë, ato një natë Shupkovës kena bujtë dhe me komandon të shemin, nesit më njësë i nanisë për me hinë në qytet Mitrovicës, për me dëpërtu në qytet me dollë në Zhabara njëna. Në hymjet Mitrovicës në tunel, është një tunel ato tunel i bajri thirët, ato në nërë, dhe më në këshim pa për cilë, edhe një ditë ma herë, dhe më në veç në kanë sulmu me orën, po fatmirësisht nuk në vetë rrugë plumët, edhe dhe më në hymi ato në nërë bashkë, isha vetë i dyti, shemi me të nara njëna, se lashun e ta shqipari du me hija një me kalu e tunelin, në momenti që te kalej tunelin tashune, dhe më në ti nisësh, për në hymi e tunelit është dhe një urë. E bashkë nërë ato, dhe më atë personin që ishë ato, aje nuk ka qenë ushtarë, po ishë i fshatit ato Trepçali, ku kemi pas atë rompën pas blokun, në ndimëshin për rruje, për qësi, aje erdhë me mu, edhe momentin që tu shkuanin, ta më në hypë nërë, dhe më honë aje, thëtë më su këthe për masë. Adin, ta shdere vëqë më së mëronë sy shtu. Pa e kishë po, dhe më honë kërë në policisë të sërbisë, dhe më honë të arë për masë. Pa e të arë si në lërë gazë shtu. Dhe në momenti që jam vitë nga të meja, më kanë shti kalashin qovë, më thonë mos lirit, jenë dalë shpejt prekjerë, më kanë lidhë. E më kanë marrë aty, dhe më thonë me ata shuk në lam që të nesit më këthy, ku i lam armatimin, uniformat, ato gjitha që i lam, dhe më thonë në fshatën Zasel, ku i thujmë aty, e kishë më këthy të nesit, ja dhash numër telefonit që shpi ku dhe isha me shkuon. E ata shuk që jenë mitë, dhe më thonë për mas, kanë thirë në atë numër të nesrit. Po në atë numër të kur kanë thirë, kanë të regu që Safeti është arrestu, nuk mundet me orë se kanë arrestu, edhe pe ato i më kanë marrë më kanë qëmë sëpë, 3 ditë dhe më kanë majtë sëpë, edhe unë atë ditë dhe më që të 3 ditë s'kom pranu kërgjë, po ata saksisht e dishin, dhe më periudën, ka i kanë marrë të informacion, nuk e di, po saksisht e dishin ka imi orë, ka kemi qenë dhe më krejtë periudën, ta kalëzeshin saksisht, 100% informacionet këshin pasë. Po qëllimi, ato si më pasë gjitha gjasëve ishë kom dhe te komandon të shemi për me arrestu. Po fatmirësisht ajë së kom pa arrestu, po të një mas më prillë kom pa vratë 99-ën. Pe ato i 3 ditë më kanë majtë dhe më sëpë, në ditën e funit, më kanë quë për mi gjithë armatimi se në këshin pa po ata kujna lëmë. Se në kanë pa në uniforma, po të një kërë më kanë arrestu pa uniform. Tash më në quë bëjë mi gjithë armatimi dhe uniformat. Unë i këmë qunë të kejtë tjetër drejtim. Nuk desha mi qua ato. Edhe i qua kejtë tjetër drejtim, edhe ato më ledhen për lisi, dhe më dëshin më përshkatu. Mas më kanë lidhë për lisi, ka orë urë një pej supi, dhe më mëse vrarë një bine. Edhe më kanë zgjidhë, dhe më kanë qitë në autoblinë, dhe më kanë qua petë në sopë. Pej supi, dhe më kanë qua, ato më kanë lidhë në radiatora, dhe unë ka marrë pyetja i kandisi, unë kandisi komanderi stacionit policor në Trepçi. Dhe unë kërë hiaj, se komën e gjatë më patin paralizu, dhe unë pej maltretim, dhe unë një mujtë ditë s'ko mujtë me lirit komën e gjatë. A i tha pse po maltretu është tu kërë i dimna saksisht kush je edhe ka ke qenë krejtë.
Domthon saktësisht i di senet ku kum hungur buk, ku jam nol, në çfarë vani jam nol, gjithçka domthon informacionet i kish pas shumë të sakta. A na kanë përcjell, çu na kanë përcjell nuk e di. E çatu e kum pranu thash unë jam çaj vet. Mo kur njët as në gjyq, as se kum mohu atë punë. Në Shqip folshin perfekt, tash a e ngon shqiptara shke nuk e di, domthon supov se ishin ngon të supit ata, po a e ngon shqiptara sërb nuk e disha, po Shqip folshin perfekt. Më kanë marrë pyetje, domthon Shqip, se sërbisht nuk dit, po atë ditë që kom qenë atë në sallë, se fillimisht letëreftimin ma lepen, kur më arrestuan. Po në dokument shkeve, po kur im shku domthon im shku në që këtë që im lajmëru, im pranu si ushtar, domthon çdo dokument Serbisë e kom kallë. E nuk kesha dokument, domthon kur shkuam atë në SUP ka pas shumë shqiptarë të arrestuar aty, në atë sallë, e në midis sallës ka qenë një si tavolinë e ping-pongut. On këtë letëreftimet, dokumente kanë pas ata që kishin pa arrestuar, po këtë në përgjithësi lëshun. Çatë personit që keme mua që më arrestuan me të, a i ka qenë veç i fshatë ato që na kanë ndihmue me boroj ato, domthon për të më kanë maltretuar shumë. A u konë ushtar, kush o ky, pse ky me ty, se për mua faktikisht saktë e dishin, a vedin. E për të më kanë maltretuar kogja shumë. Po s'kum pranu për të sen, qatë ditë është liru ai. Tash nuk e një që të zateta në rrugë, veç kështu më ka bo shoqni në rrugë që të, se nuk e një këtë person, së da si ditë është në Angli, a i djali, nezi i Trepsalive, edhe pe atu i dohon i patën liru krejt, ata pasën e mmetë ata. Kër e mmetë ma i fëmë, ata mu erë mu marë, ta jo ato letë mramin. Kër mu erë mu të mramin edhe një 2 metra në konë në uniform të larme. E që ata më kanë maltretu dëmohon, më kanë rejë fizikishtu, edhe që atëherë dëmohon më kanë edhe komën e këm pasë për një mujtë ditë, s'ku mujtë me lioritit. Po më ra me brëll në kukë këtu, edhe dëmohon më këtë qëtë koma krejtë. Për një mujtë ditë, s'ku mujtë me vërzhake këmë rejtë, ashtu për sot, edhe sot ka pak probleme, po nuk është që më nëjë problem më i madhë që shkum pas në atë kohë. Ata dy që më kanë marrë, që më kanë maltretu, nuk kam full kur. Kur nuk kam full, asë Shqip, asë Serbisht. Po ata supposat që marshin, domthon, edhe në qatë periudhën, domthon, para ofanzivës, non-stop kanë garantu në shpitan. Non-stop. Edhe tash ata që morën pyetje, domthon, thanë non-stop na keni sulmu për shtëpisë tonë, na jenë të lyp, domthon, këtë familjen ta kanë faruar. Në hala nuk disha sa për familje, se shtëpinë e poshtë u kall. Unë në atë mendimin tam që domthon çdo kush se aty kemi pas 2 kushërit ngat që janë vra. Halim Ferizë dhe Enver Ferizë, domthon i kena pas shumë të afër me ato. Kushërit tonë, ata i patën vra. Edhe një musafir i tyre ka qenë ato që kanë vra. Po edhe unë mendojsha që i kanë vra familjen tema, po domethënë për çfarë arsye shtëpi Bajgore u zgjedh në intervistë për me më interesu me di saktësisht çka ka ndodhur. E ato sub domthon, më thanë që këtë familjen ta kena faru. Edhe ti e met, po ty ka dal kena me likvidu. E çështu domthon fillun maltretimet edhe rregullisht domthon deri që më shkuan në prokurori.